Qure, para, të sene që më thonë nuk ban jemi lidh. Para martesa ajo konë se ti e ki rrit. O konë të rrit një nonën, një babe, ku ta di. Sa i do nusit e djalit? I du shumë mirë, jetojnë e kanë jetën e vetë, atje janë zgjedhjet, do të me thonë zotit faleminderit se është mundësia. Mujnë me marrë vetën edhe krejt, janë jetën e vetë, janë banesat veta, janë çdo gjë është në rregull. Hajde shac, Po, ndihmon më i diçka. kom thonë, që si kom thonë. Kur konë që ata shë ka mujtë me bëha, ka bo. Shko është si një mëne më përshtat ai shumë për kranë, çdo mënyrë tjetës. Edhe më ka për krah. Ai frigohesh burit. A? Ai frigohesh. Jo. E falenderoj shumë me zemër, se unë jem atë temperament, ai më ka dërua dhe kur jem. Suni mirë. Këtë familja. Krejt familja, sa mirë. Vetvetes. Një gru që janë ndezit sunimin, se krejt pa disponueshme. Për burra, dikur shap. Jo, ajo së ndonë familjen tëre. Se ekziston. Se ekziston. Jo. Asnjëherë s'ki pas, domethënë në një rast që ty domethënë s'kanë bëmë një mirë. Familja jo. Familje se kam. Po, është apo na se ki herë, që më thonë. Është kur është smunje, vdekje këtu, aty ndodhin. Po. Ama për këtë s'më thonë se kanë ekzistuar. Inshallah se ekzistojnë. Te unë as te kërkush. Sa mirë një familje me lumturi kështu. Patjetër. Am tregon sa fëmijë ke? 4. Mashallah. Ti je vajza? 2 djem, 2 vajza. 2 djem, 2 ka 2 paske. Po. A je të martum? Ton. Treta? Patjetër. Vetë pas këtë Kam dalë me burrin. Pa, po në pushim. Ku po din ti në pushim? Shpiteme jem. Ku s'ke dalë? Unë jam e Kosovës, a? Ai Kosova, a jeton në Kosova jashtë? Jetojmë jashtë. Cili vend jeton jashtë? Në Zvicër. Pas ka po Zvicra taman, kështu person si Zvicrane po më duket. Jo, se dua ata. Pse si ti Zvicran? Jam kosovare. Na i respektoj e krejto çdo gjë në rregull, ama unë jam kosovare, jam e le me rritë këtu. Sigurisht. Po. A e keni veten e huaj në vendin ku jeton? Po menoj atje? Fillimi u kon pak i shtirë se gjuha aty ku ta di unë, ama tash na adapto. Është se janë rritë fëmijë atje, janë shkollu, janë martu. A din, e zhojmë vetën edhe ne edhe kënej. Veç se alas kokë stabilizu me thonë që muj me nënë Zvicër, a? Po muj me nejtë, si kam këtë fëmijë atje, familjen unë muj patjetër me nejtë, ama edhe këtu është diçka si o vendlindja. Sigurisht. E meriton atje edhe këtu, po, se po. Dhe me ty kokë e bo edhe vjerë tash. Po patjetër, edhe gjyshe. Edhe gjyshe mrekulli. Po. Mrekulli. Pse disa gra që lezojnë nëse një burr e don, domethënë nusën. Ai, unë me këta s'hopi ku. Pse? Me këtë sene. Për shka me gjelozu? Për çfarë arsye? Kjo është mirësia më e mira në jetë, se ekziston kur djali e reja janë mirë. Kjo është mirësia, s'ta lypi, e kam lyp krejt jetën, edhe e kam. Këta kam prit krejt jetën. Për shka me gjelozu? Jo. Pse na gjelozojnë? Po nuk e di, unë ti vetë nane di kanë vetë. Nuk e di. A ndrygon kështu? A ndryshojnë një djalë, a ndryshon nëse domethënë kur të martohet është më ndryshe, para se martesës ka qenë më ndryshe. Qure, para, të sene që më thonë nuk ban jemi lidh. Para martesa ajo konë se ti e ki rrit. O konë të rrit një nonën, një babe, ku ta di une. Ku të martohet, ndryshon jeta, se hec jeta, du të me hec jeta për parën. Edhe është krejt normale. Ato që se ndryshon një grua, se ndron? Jo, kur se qysh. Se po e lënë pojnë grove? Është shumë e pa drejt. Për menimin tem është e pa drejt. E pa drejt? Shumë e pa drejt. A do të sa i do nusit e djalit? I du shumë mirë, jetojnë e kanë jetën e vetë, atje janë zgjedhjet, do të me thonë zotit faleminderit se është mundësia, mujnë me marrë vetën edhe krejt, janë jetën e vetë, janë banesat veta, janë çdo gjë është në rregull. Edhe jetojnë vetë ato? Po, patjetër. A do të privatësimin pas të qifë si pas tje? Me pas? Privatësim? Patjetër. Ata kam dashur të dhone, krejt jetën. Kur më ka dhënë mundësia, kam. Është pa diskutuar se do të me pas. A pse prind Kosovë kanë qef edhe kur martohen me kas fëmijën bashkë aty? Po nëse është dikush është e arsyeshme dhe ajo është okay. Varet se në këtë familjet nisoj. Po disa vras kanë besim me këtu me prind e burrit. Ani nëse s'ka me do të më marr vesh me burr të vetin, ai sa kurse të nal me zot. Varet që shmun është i mu adaptu me burtonin. A do kanë cili moment më të lumtur e ki me bashortin tonë? Vallai, momentet më të lumt në një jetë, për momentin që tashim të shëju. Hajde, tregona çka po. Se më kanë shkollu fëmia martu dhe krejt, edhe më të lut Zotën mos me kondi shka me na prish qetra ati e që të mirësi se e kemi shtash. Se sen konë të rritë fëmia aty o koni sakrifica, po t'in vend huje, gjuha aty edhe nase kim pas bashkëlet. Kuptojsh? Atër jo të rritën fëmia të shkollohen e krejt edhe aty o konë pak tuta, po kupta? Shtash është çdo gjë ka shkua, so Zotit e falemderoj çdo sekond tjetës, edhe ja udhëroj gjithkujt në jetë, ja uroj me zemër, ta ketë në familje,
Edhe të vazhdojnë tutje. A do bashorti, po ndohet të tha gjatë lumtur, a ndihmon kështu, në punë kur ti ke nevojë. Më ndihmon, ai ndihmon që ata se mundet me bë. Ajo ka ndihmon, sistem, punë shtëpisë nuk ka shumë, kështu normal është krejt stabil, është shumë mirë kuptuemi bashkë. Çfarë sistemi ka? Ai që tha diçka. Ajo është më shumë punë të shtëpisë nuk i shkojnë shumë për dorë, po si kom nu aty, është krejt normale. Ai kili më herë me thon, hajde shac, Po, ndihmon më i diçka. kom thonë, që si kom thonë. Kur u konë që ata që ka mujtë me bëha, ka bo. Ama sënë si na konë, së konë diçka si, o konë penges. Po, pengesë. Do të thonë si ka besin krahë që ke thonë, hajde ndihmon, gjithçysh. Si ke pa presion. Jo, kur se ka të linë me, se banaj diçka ekstra. Ajo banë se ka natyrë. Shka është si një mëne më përshtat ai shumë për kranë, çdo mënyrë tjetës. Edhe më ka për krah, A ka për krah? pa tjetër, pa diskutim. A do të thonë, ai frigosh burit. A? Ai frigosh. Jo, ina barabar, s'ka nevoj me ju frigru, as me ju frigru, me ju frigu. Për shka? Për çfarë arsye? S'kena nuk e qojmë na vetën në qatë mënyrë. Pse mu frigu? Ku ti baj senet, se si janë mi bo, du të mu frigu. Qatë liriset ma jep aj mu, kërkush në botë sën manal. Se na jena vetë mirë kuptum. Sa mirë. Po. A në qëtë liri që kanë keq përdor ka pat. E keq përdorin disa gra. Aj po nuk e di, nuk muj, unë nisna gjithçka për veti. Është, nuk muj me komentuar për dikant tjetër. Një familje kompletuar shumë. Shumë A më faleminderit. tregon Jaroj gjithku. çka e bën një familje të mirë, të lumtur edhe pa probleme. Qëre, qësh më thonë, një familje të lumtur ku ti jesh vetvetja, edhe ti jesh me një vetën rahat ti në jetën tonë, qësh je. Se jeta ka të mira të këqija, ti mos me këshyronash, me këshyrë qëtu ku jam, qëto me shka jam. Sasha më ka thonë Zoti mu knosh me qëtu ku jam. Edhe kjo më banë të lumtur ka më bote e ides. Se e din vlerën bashortit. Shumë. Ja di për krejt jetën. Gjithashtu edhe fëmijëve, kur më kanë bon, se i kam shumë të krah, edhe gjithçka, jem falenderuese Zotit. Nëse video është e bashortit, çai kishte thënë një mesazh falenderues, që kur s'ke mund m'ja thonë. A di çfarë kisha thonë? Hajde, E falenderoj shumë me zemër, se unë jem atë temperament, ai më ka dëruar edhe kur jam në çet situatë. Ajo është më i dërueshëm se unë. Unë nuk toleroj shumë. Ajo është më i tolerueshëm se unë. E falenderoj me krejt shpirt. Që kanë gjeni me më atë bashorin tonë. Valla gjithçka në jetë. E qes para vetës. Për çdo mënyrë. Shka t'jetë nevoja, gjithçka është ai ka më kon para meje. Ai kishte dhënë jetën për. Pa tjetër. Pa si pyetje, pa si diskutim. O plaksit bashkë. Faleminderit.